Horoskopi ditor e Mërkur, 11 mars 2026. Dashi, fal planetve, sot do të kaloni një ditë shumë të bukur dhe do të merrni po aq sa do të jepni. Nëse jeni në një lidhje, do të bëni gjithçka për partnerin pa e ditur se edhe ai po mendon gjëra gjigande për ju. Pasditja dhe mbrëmja do të jenë me të vërtetë interesante. Nëse jeni në një lidhje sot, do të ecni me hapa më të shpejt drejt personit që keni filluar të pëlqeni. Në punë do të fillojë të ndihet më shumë era e arritjeve, por ju nuk do të doni ta besoni. Suksesi do të jetë i garantuar. Buxheti nuk ka qenë kaq i mirë. Megjithatë, mirë është të ecni me plane kur të shpenzoni në mënyrë që e nesërmja të jetë më e mirë. Demi, ideja për të ndryshuar drejtim sot do të bëhet edhe më fort. Marsi do t'ju bëjë të reflektoni më gjatë përpara se të hidhni hapa. Nëse jeni në një lidhje, mbyll janë vetvete për disa momente për të reflektuar për hapat që do të hidhni, do t'ju bëjë shumë mirë. Në fund të ditës priten surprizat më të mëdha. Për ju beqarët, dita nuk ka për të qenë eksaktësisht siç e keni dëshiruar, por gjithsesi nuk do të jetë as pak e keqe. Nëse jeni në kërkim të një pune prej kohësh, sot më në fund do të arrini ta gjeni atë. Nëse keni një të tillë, zhvillimet kanë për të qenë pozitive. Shpenzime mund të kryeni, por vetëm me llogari. Binjakët, Venusi do të vazhdoj të kujdeset ende për ju gjatë kësaj dite. Do të kaloni momente të bukura, do të ndiheni të pavarur dhe do të shprehni lirshëm ato që mendoni. Nëse jeni në një lidhje, duhet të gjeni sa më shumë kohë për të kaluar me partnerin, pasi ai vërtet do të ketë nevojë për ju. Së bashku mund të zgjidhni edhe dilemat, por do të mund ta kaloni edhe çaste të ngrohta së bashku. Ju beqarët duhet të jeni sa më të hapur për takime, sepse kjo mund të jetë dita juaj. Në punë tregohuni të arsyeshëm dhe mundohuni të përshtateni edhe me kolegët edhe me projektet e reja. Buxhetin do e keni më shumë prioritet. Gaforia, sot do të jeni më të ndërgjegjshëm për gabimet që keni bërë dhe do të bëni gjithçka për t'i ndrequr ato sa më parë. Nëse jeni në një lidhje, yjet do t'ju sigurojnë të jetoni në një klimë më të ngrohtë se kohët e fundit. Çastet intime do të jenë edhe më të shumta. Nëse jeni beqar, do të jeni më joshësit dhe më flirtuesit nga të gjithë, kështu që askush nuk do t'ju qëndrojë dot indiferent. Në punë shpesh nuk do të ndiheni në vendin që ju takon, por mirë është të mos e ngrini shumë zërin. Veproni gjithmonë me takt dhe pak diplomaci. Financat do të kenë probleme të vogla, por nuk i rregulluat situata, ka rrezik t'ju përkeqësohet. Luani, Saturni do e stabilizoj jetën tuaj sot dhe do ndiheni më në formë. Në çdo moment do të merrni frym lirisht. Nëse jeni në një lidhje, përkëdheljet dhe fjalët e ngrohta nuk do të jenë mjaftueshme për të mbajtur partnerin pranë vetes. Bëni akoma më shumë përpjekje për ta surprizuar atë dhe për t'ia mbushur zemrën. Për ju beqarët, ndikimi i yjeve nuk do të jetë shumë pozitiv, kështu që nuk do t'ju ndodh në një gjë e jashtëzakonshme. Nëse në punë po bëhet një propozim për ndryshim pozicioni, duhet të mendoheni gjatë përpara se t'i jepni përgjigjen përfundimtare. Në planin financiar, sido që të jetë situata, mirë është që të shpenzoni me kujdes. Virgjëresha, Mërkuri dhe Urani do të bëhen bashkë gjatë kësaj dite dhe do t'u ndryshojnë tërësisht jetën. Në punë sidomos do të keni më shumë fat. Gjithçka do të jetë në avantazhin tuaj. Nëse keni një lidhje, në mëngjes do të kritikoni partnerin për disa gjëra dhe atij mund t'i mbetet qefi. Megjithatë, pas mesditës, gjërat do të rregullohen. Do t'i kuptoni gabimet dhe do të gjeni mënyrën më të mirë për të kërkuar falje. Ju beqarët, më në fund do të keni një takim serioz që do t'ja ndryshoj jetën tërësisht. Në punë do t'ju bëhen edhe propozime të jashtëzakonshme që nuk duhet t'i humni. Ditë me shumë fat për këtë plan. Parat nuk do t'jenë të shumta, por do t'jenë të mjaftueshme. Peshorja, ambienti do të jetë i tillë sot që do t'ju bëj mjaft nostalgjik. Në disa momente mundet edhe të mbylleni në vetvete. Nëse jeni në një lidhje gjatë gjithë kohës, do t'ju pushtoj pesimizmi dhe nuk do të doni të dilni nga shtëpia apo nga mjedisi ku ndodheni. Dëgjojeni partnerin dhe shoqërojeni atë atje ku do t'ju ftoj
pasi do të ndiheni më mirë. Ju beqarët do të keni ide të gabuara për disa persona dhe do të hithni hapa të gabuar. Në punë nuk do të mund t'ju realizojnë të gjitha planet dhe ky do të jetë si një dështim për ju. Sektorin e financave do ta keni me tepër kujdes dhe do të dini të mbani situatën të stabilizuar. Akrepi, sot do t'i vini vetes qëllim për të ecur përpara dhe nuk do të ndaleni për asnjë lloj arsyeje. Shokët e vjetër do të kenë mbështetje shumë të madhe. Nëse jeni në një lidhje, do të jeni të gatshëm të bashkëpunoni dhe të bëni tolerime për të mirën e përbashkët. Kritikat e partnerit mos i merrni fare për keq. Ju beqarët nuk do ta realizoni dot sot takimin e jetës suaj. Do të jeni të stresuar dhe as pak në humor për ta kërkuar dashurinë. Në punë do të provoni një fushë të re që më parë nuk kishit guxuar dhe do të zbuloni se keni më shumë aftësi se sa mendonit. Në planin financiar, intuita nuk ka për t'ju çuar në rrugë të gabuar. Shigjetari, sot do të kaloni një ditë të jetë intensive dhe përgjithsisht pozitive, por nuk do të mungojnë as momente stresuese. Nëse jeni në një lidhje, duhet i kushtoni më shumë vëmendje jetës në çift, pasi po e lat pas dore për jetën profesionale, keni për t'u penduar rënd. Nëse jeni vetëm, do të keni më shumë mundësi për të realizuar takime dhe nëse i dëgjoni miqt dhe pranoni të dilni me personat që do t'ju njohin ata. Në punë do të keni diskutime serioze me shefat tuaj dhe për ju do të fillojë një etapë shumë më e begat. Penzimet kryeni me sa më shumë maturi që të mundeni, sepse po e lëshuat dorën do t'ju fillojnë problemet. Bricjapi, hëna do të jetë në kundërshtim me Plutonin gjatë kësaj dite dhe ka rrezik që tensioni të mbizotrojë, sidomos në rrethin shoqëror dhe atë sentimental. Nëse jeni në një lidhje sot, do të jetë dita më e favorshme për të dalë në një darkë dhe për të folur seriozisht. Duhet patjetër të sqaroni problemet serioze që keni patur së fundmi. Duke i shtyrë edhe më tepër, situata do të ndërlikohet. Ju beqarë do të jeni të palogjikshëm dhe të parsyeshëm, prandaj mund të bëni gabime të njëpasnjëshme. Nëse në punë punoni me përkushtim dhe larg pamësi, çdo gjë do t'ju shkojë më së miri. Financat nuk do të jenë shumë keq. Ujori, Urani do të jetë planeti që do t'ju shoqërojë gjatë ditës sot dhe do t'ju sjellë shumë gjallëri pafund. Do të jenë të pakta momentet kur do të ndiheni nervoz. Nëse keni një lidhje, nuk do të mund të qëndroni në një vend, por gjatë gjithë kohës do të bëni ndryshime dhe gjëra të reja. Partneri do t'ju bëjë të njiheni një lloj tjetër pasioni që do ta adhuroni pafund. Nëse jeni ende beqar, ka mundësi të keni dashuri platonike pa konkretizuar asgjë. Në punë nuk do t'ju mungojnë për asnjë çast energjit dhe do t'i bëni të gjitha përpjekjet për të arritur sa më lart. Me shpenzimet do të jeni shumë të matur dhe do të dini t'i hithni hapat me maturi. Peshqit, planetët do të ndikojnë pozitivisht në jetën tuaj sot dhe do t'ju bëjnë t'i mendoni mirë fjalët përpara se t'i thoni. Ju të dashuruarit mund t'jeni pak nervoz orët e para, por me kalimin e kohës gjendja do të përmirësohet. Do ta merrni gjithçka me optimizëm dhe do të keni një pasdite të animuar. Ju beqarët, duhet të dilni të shkoni në vende të ndryshme dhe duhet të mos mbylleni në shtëpi. Vetëm duke vepruar kështu do të mund të takoni persona interesant. Në punë, strategjitë që do të ndiqni dhe hapat që do të hithni do të nxisin admirimin e të tjerëve dhe rivalët më të fortë do të bëjnë një hap prapa. As buxheti nuk do të jetë i keq, sepse do të dini t'i menaxhoni gjithkohës të ardhurat tuaja.